Në intervistën e radhës, i ftuar është zoti Bilal Kasami, kandidat i koalicionit Vlen për komunën e Tetovës dhe kryetar aktual i komunës. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Kasami, deklarata juaj për mbështetjen e zotit Dehari në Kërçovë nxiti reagimin e zotit Mickovski. A zbutët qëndrimet pas qortimit publik që bëri kreu i VMRO-s? Fillimisht nuk vlerësoj se ka pasur ndonjë qortim, përkundrazi. Ne do të kemi parasysh kontekstin dhe vendin edhe mediumin në të cilin u dha një deklaratë e tillë dhe vetë konteksti në të cilin pastaj u përcoll si deklaratë që komplet e nxori, domethënë, nga ideja themelore që ishte për, domethënë, kur u dha si e tillë. Duke ditur që, domethënë, oponentët tanë janë munduar në maksimum në këto zgjedhje të hapin kartën etnike, domethënë gjitha e deklaratë që ishte një deklaratë, do kisha thënë, e sinqert për sa i përket gjithë situatës, u keq interpretua politikisht. Ajo që dua të sqaroj dhe që ka të bëjë me qëndrimet e mia, do kisha thënë, politike, të cilat veshmë i sqaroi koalicioni Vlen, por të cilat kanë të bëjnë edhe me, do kisha thënë, qëndrimet e mia apo pozicionin tim në skenën politike që të gjithë e dinë vlerat morale të cilat i përfaqësoj. Pra një kandidat konkret i tillë, siç është Dehari, është kandidati më i dobët i BD-s, i cili për sa qeverisi me Kërçovën nuk ju solli asnjë të mirë kërçovarëve dhe si i tillë, pra duke përcjell edhe disa zhvillime apo disa incizime që dolën në rrjetet sociale, po tregon që ai kandidat Kërçovës dhe kërçovarëve ju solli vetëm degenerim, ju solli vetëm shkatrim dhe asgjë të mirë, dhe përkundër faktit që ne do të kishim përkrahur një kandidat shqiptar, sepse vlerësojmë se do të kishte një kandidat më i mirë për gjithë qytetarët, këtë rast të Kërçovës, nuk mund të qëndrojmë pas një kandidati të cilin BD-ja që nga momenti kur e kanë nxjerr për ta humbur Kërçovën. Pra ju tani reteroni nga qëndrimi, deklarata e parë që bët në Shqipëri, thoni që nuk e mbështesni tani zotin Dehari në Kërçovë. Unë po them që për shkak se unë jam kryetari i Tetovës, derisa jam kryetari i Tetovës, për mua gjithë qytetarët e Tetovës janë të barabartë. Pra unë kam kërkuar votë nga shqiptarët, maqedonasit, turqit, romët dhe gjithë qytetarët e mi, dhe kam punuar për gjithë qytetarët e mi. Tetova si një qytet kosmopolit që njihet, është një qytet ku gjithë të mirat janë realizuar për këto 4 vite i gëzojnë dhe i shijojnë gjithë qytetarët e mi, dhe nga ky pozicion unë kam vlerësuar dhe vlerësoj që një shqiptar mund të jetë kryetari i mirë si një qytetar tjetër për çdo qytet, këtë rastin për Kërçovën. Parimisht pra si qëndrim, por konkretisht për rastin e zotit Dehari, duke ditur se ai çfarë bëri, në fakt çfarë zbëri për Kërçovën, duke ditur që ajo që doli si përgjim për të kaluarën e tij në aspektin e moralit, pra apo pamoralit të tij, ne nuk mund të qëndrojmë pas tij vetëm se është shqiptar. Pra ne do të kishim dashur që BD të kishte përzgjedhur një kandidat tjetër, dhe në fakt dua gjithashtu të sqaroj opinionin që ne si Lëvizje Besa patëm një kandidat dhe Kërçova dhe kërçovarët patën një mundësi të qëndrojnë pas një kandidati i cili sakrifikoi gjithçka për Kërçovën dhe më gjërë edhe për shqiptarët, por në raundin e parë kërçovarët zgjodhen një kandidat, votuan për një kandidat të tillë dhe ata dinë se si do të votojnë raundin e dytë, por ajo që është si pozicioni im, unë konkretisht nuk mund të qëndroj përkrah një kandidati i cili e dëmtoi Kërçovën, dhe si rezultat i kësaj ne sot gjysmën e Kërçovës e kemi jashtë qytetit dhe jashtë komunës së Kërçovës. Megjithatë, për shkak të kësaj përplasje që patët me VMRO DPMN, tani druani se do t'i humbisni votat e VMRO-s në raundin e dytë, dhe opozita në fakt ju akuzon juve se jeni në epërsi fal votave të VMRO-s. A vareni nga këto vota? Shijoni, këta qëndrime të mia kanë qenë që nga përzgjedhja ime në krye të komunës së Tetovës, dhe në asnjë moment unë nuk kam pasur ndonjë ngritje ulje sa i përket kësaj, dhe në vazhdimsi
opozita më ka akuzuar tek pala maqedonase se unë qenë kam një nacionalist dhe tek pala shqiptare se unë qenë kam një tradhtari shqiptarëve, po Bilal Kasami është ky që është që nga zgjedhja në kryet komunës së Tetovës deri sot, pra një kryetar i cili ka punuar për gjithë qytetarët. Bile kam përmend jo vetëm për dallimet etnike dhe fetare, por unë nuk i kam marrë parasysh as dallimet politike. Sot, kur jemi këtu në studio, unë realizoj projektin e rrugës që ka qenë, do kisha thënë, nevojë shekullore e banorëve të fshatit Cec nga vjen kundër kandidati. Po të kisha qenë hakmarrës ndaj qytetarëve të mi të përkatësisë politike, etnike dhe fetare, unë nuk do ta ndërtoja rrugën dhe shkollën e fshatit Cec nga vjen kundër kandidati, edhe përkundër faktit që në raundin e parë ne humbëm në këtë fshat. Pra, Bilal Kasami është kryetar dhe do të jetë kryetar i gjithë qytetarëve të Tetovës, por sigurisht që opozita do duhet të më kritikojë dikund dhe gjithmonë nxjerr nga konteksti ndonjë deklaratë timen dhe në një moment më kritikon si tradhtari i shqiptarëve dhe në momentin tjetër tek mediumet në gjuhën maqedonase më akuzon se jam anti-Maqedonas dhe që kam supernacionalist. Kështu që janë vetëm deklarime për nevojat të zgjedhjeve të oponentëve të mi, tetovarët pa marrë parasysh përkatësinë politike, etnike dhe fetare din më së miri se ç'bëri Bilal Kasami në 4 vite në kryet komunës Tetovës. Sipas kësaj që thoni, prisni mbështetje pra edhe në raundin e dytë. Unë kam pritur mbështetje edhe në raundin e parë dhe të dytin nga gjithë qytetarët, po sigurisht që mbështetja politike është nga partnerët e koalicionit, për shkak se ne kemi pasur një marrëveshje parimore që në raundin e parë që ne do të përkrahim kandidatët e VMRO-s dhe të partive tjera të koalicionit ku ata kandidojnë kur nuk kemi kandidatët tonë dhe ata do të përkrahin kandidatët e Vlenit. Por në këtë rast në Tetovë ne kemi marrë vota nga tetovarët, pra unë kam marrë vota edhe nga bashkëshatarët e kundër kandidatin tim në fshatin Selës. Pra nuk i kam darë qytetarët as që jam darë qytetarët në bazë etnike, fetare dhe politike. Zoti Kasami Mickovski paralajmëroi kandidatin tuaj në Bërvenic, Haqim Ramadanin, për shkarkim nga pozita e drejtorit nga Inspektorati Shtetëror i Veçeverisjes Lokale. A do t'i mbyllni sytë karshi këtij kërcënimi? Shqyqoni, tash njëjtë është në kontekstin e zgjedhjeve lokale edhe deklarimet e kandidatit në fjalë janë deklarime personale dhe qëndrimet të tjera dhe këtu ne si Vlen kemi bërë të qartë qëndrimin tonë. Në një komunë dhe në një komunitet multietnik nuk do të kisha menduar se është strategjia më e mirë ndarja etnike. Pra, ne nuk duhet të bashkohemi tek ndarjet etnike, por duhet të bashkohemi te vizioni jonë për zhvillim, për ndërtim dhe për shërbim ndaj qytetarëve. Prandaj vlerësoj që në këtë rast pra qëndrimet e kandidatit komunës së Bërvenicës janë qëndrimet aty dhe unë si kryetari komunës Tetovës që përfaqësoj gjithë qytetarët, këtë rast edhe të komunitetit maqedonas, edhe rom, edhe turk, por sigurisht edhe të shumicës shqiptare, nuk mund të qëndroj pas deklarimeve të cilat thirrjen në ndarje etnike. Zoti Kasami, çfarë do të bëni në 100 ditët e para nëse fitoni mandatin e dytë? Do të vazhdoj me realizimin e projekteve cilat janë në realizim e sipër, 2 shkolla të mesme, për herë të parë në të njëjtën kohë janë nisur ndërtimi i 2 objekteve të shkollave të mesme, shkollës tekstile dhe të 7 Marsi, gjimnazit 7 Marsi, do të vazhdoj fuqishëm ndërtimin e stadiumit të qytetit, do të përfundoj studimin e mobilitetit dhe do të nis implementimi i të gjeqjeve nga studimi i mobilitetit për rregullimin e komunikacionit, transportit publik dhe parkingut në qytetin ton, do të vazhdoj investimet në zhvillimin e rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm, do të vazhdoj ndërtimin e rrugëve, rrjetit të kanalizimeve, brenda 100 ditësh parë do të nis realizimin një projekti gigant për Tetovën që ka të bëjë me kolektorin e ujrave të zeza dhe filter stacionin me çka përfundimisht Tetova do të ketë një sistem modern të pastrimit të ujrave të zeza, një investim mbi 40 milion euro që vijnë nga fondet europiane. Pra, vazhdimin apo e kapitullit të dytë për Tetovën duke i dhënë një hovë të ri zhvillimit të saj. Tetovarët shumë shpesh pyesin a do të kenë një park, a do të kenë dhe ku?
Po ne po punojmë në disa rafshe sa i përket asaj që Tetova të ketë një vend rekreacioni për qytetarët e saj, duke pasur parasysh faktin që brenda pjesës urbane të qytetit ka shumë pak hapësira të lira për të qenë një park me plot kuptimin e fjalës. Ne po punojmë intensivisht për rehabilitimin dhe investime në banjën, në lokacionin që njihet si Banja e Tetovës, një lokacion, do kisha thënë, shumë i mirë për gjithë ata që duan të shijojnë natyrën përreth lumit Shkumbin deri tek lokacioni i banjës. Vetëm kemi një projekt për vazhdimin e këtij shtegu për këmbësorë dhe biçikleta deri në pjesën e epërme të lumit Shkumbin, ku lidhen, domethënë, bashkë me lumin e fshatit Vic, me çka do të rritet mundësia e shfrytëzimit maleve apo pyjeve për gjatë lumit Shkumbin, dhe kjo do të jetë më shumë se sa një park për Tetovën, por sigurisht që në njëjtën kohë po punojmë që në gjitha hapësirat publike brenda pjesës urbane të ketë më shumë vende ku qytetarët do të mund të kalojnë kohën e tyre dhe do të mund të rekreohen. Dua t'ju pyes për teatrin e Tetovës, pavarësisht se nuk është në ingerencën e kryetarit komunës, a mund të ndikoni që të përshpejtohen punimet, sepse objekti po vjetrohet derisa të vihet në funksion? Unë kam qenë në komunikim me drejtorinë e teatrit dhe kam dhënë angazhimin tim maksimal që çështja e prokurimit të mëhershëm të zgjidhet sa më shpejt dhe të vazhdojnë punimet aty. Aty fillimisht është duke punuar prokuroria për të sqaruar gjithë ato keqpërdorime që janë bërë dhe nga momenti kur do të kemi një situatë më të qartë do të vazhdojnë punimet. Çfarë do të ndodhë me Bilal Kasamin nëse nuk i fiton zgjedhjet? Asgjë kam menduar, sepse rezultati i zgjedhjeve në raundin e parë tregoi një përsi bind se për herë të parë një kryetar apo një kandidat merr 19.000 vota në raundin e parë, diferenca shumë e madhe dhe asgjë kam menduar këtë çështje. Nëse do të ketë zgjedhje të parakohshme, do të shkoni si koalicion vlen ose si parti vlen? Ne besojmë që me njerë pas zgjedhjeve lokale do të vazhdoj procesi i integrimit të vlenit në një subjekt politik, sepse vetëm e nisëm para zgjedhjeve me një kryesi të përbashkët, pas zgjedhjeve do të vazhdoj procesi edhe formalizimit të këtij subjekti politik vlen. Ju faleminderit për këtë intervistë. Ishte një kënaqësi, faleminderit juve. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë më tej me lajmet.